نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. تندروا الجماعة تندروا البزر lusim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Zoti i Madh Tebareke ve Teala kontributet tona, agjërimet tona, mundet tona në i regjistron në regjistrin e veprave të bëme kabull të aj. Dhe çdo gjuna, dhe çdo tëmet, dhe çdo kusur, dhe çdo gabim që e kemi ba, dhe pa dyshim që e kemi ba me vetëdije apo pa vetëdije, lusim Zotin e Madh Gjelle Gjelaluhu që Allah të na i falë dhe të na mbulon me rahmetin e vet. Të nderuar xhamat, dita e Bajramit është simboli i adhurimit, është simboli i një zemre e cila është lidhur me Zotin e vet Tebareke ve Teala. Jo rastësisht edhe në Bajram është suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe vepër dhe traditë e tij që të bëhet tekbir, që të thuhet Allahu Akbar, Allahu Akbar. Por çfarë arsye të nderuar xhamat? Nga se thot Zoti jon Tebareke ve Teala në Kur'an, duke e treguar qëllimin e agjërimit pas plotësimit të ditëve të muajit të Ramazanit, çfarë thot? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Që të bëni tekbir Allahun, që të madhroni Allahun për atë se ju ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Agjërimi të nderuar xhamat në Ramazan është rruga e drejtë. Namazi është rruga e drejtë, zakati është rruga e drejtë, haxhi është rruga e drejtë, ta njohësh hakin e jetimit është rruga e drejtë, të mbash farefisin dhe familjen tënde është rruga e drejtë, të fitosh nga halali është rruga e drejtë, të jesh besnik është nga rruga e drejtë, të jesh njeri i drejtë është nga rruga e drejtë, ta duash Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, kjo është rruga e drejtë. Andaj kur besimtari i bën këto vepra dhe vazhdon me ritëm të vazhdueshëm për një muaj ditë pa ndalë, bashkë me muslimanët e tjerë, bashkë xhamatin e muslimanëve, në fund e meriton që të bën tekbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, për me ana të shumta e para për tyre të nderuar xhamat, është se Zoti jon është Zoti më i madh. Allahu subhanahu wa taala është Zoti i qiejve dhe i tokës.
Ai ka legjitimu këtë vepra, ai na i ka mësu këtë vepra, ai na ka zbrit këtë Kur'an, ai na ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ai na ka krijuar, ai na ka dhënë familjet tona, ai na i ka dhënë evlatët ton. Allahu subhanahu wa taala ka kriju këtë ummet, ummatukum ummatan wahida, ummeti juaj është një ummet, edhe Zoti juaj është një Zot, dhe Kur'ani juaj është një Kur'an, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula e pejgamberisë, njeri më i mirë fytyr tokës që ka ardhur këtë dunja. Po këtë arsye të ndëruar xhamat, le të mbushën zemrat tona me tekbir para se me u dal ajo në gjuhët tona. Mbushë zemrën tane me Allahu Akbar. Allahu është më i madhi, Zoti jonë është më i madhi. Për këtë arsye të ndëruar xhamat, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është edhe dërguar si pejgamber, që ta mëson se Allahu është më i madhi. Jo rastisht e shef se në çdo namaz na marrin tekbir Allahu Akbar. Marrim tekbir dhe me ta e nisim namazin. Dhe shumë prej veprave bëhen me tekbir. Dhe kjo çfarë aludon? Se Zoti jon te bareke ve teala e do madhrimin e tina, e do lartësimin e tina. Kjo është e para të ndëruar xhamat. E dyta, Bajrami është, nëse nuk e paraprim me vepra të mira me agjërim, nuk e paraprim me ibadet, është veç një numër në kalendar. Jo rastisht veç muslimanët e kanë sot Bajram. Ata që s'kan agjëru, ata s'kan Bajram. Ne e kemi Bajram për të na tregu Zoti i Madh Xhelle Xhelalu se datave në kalendar kuptimin janë ngjit adhurimi. Datave në kalendar kuptimin ja jep adhurimi. Sot e kemi të ndëruar xhamat, edhe Bajram edhe Xhuma. Allahu subhanahu wa taala ka mbledh dy vlera me një vend. Mirë, po për neve Bajram dhe për neve është Xhuma, për shkak se gjërat i lidhim me Zot, gjërat i shpjegojmë me Zot, gjërat i analizojmë mbas asaj çka na ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Andaj nëse datat e tua nuk do në me qenë datat të thjeshta, po me qenë data me kuptim, atër në gjitja adhurimin, në gjitja namazin, në gjitja punë të mira, ki me paset datat në kalendar, përveç numrave pinja dherin 30, ato ka me marë tjetër kuptim. Për dikan është veç 20 mars, mirë, po për neve të ndërumë xhamat, është ditë e madhe. Ditë e madhe se kemi agjërue, ditë e madhe se jemi mundue, ditë e madhe se kemi falë taravi. E nuk e dim ne, a kena me mri Ramazanin tjetër. Allahu në lusim që Allah të na jep shumë Ramazana me shëndet dhe me iman, ja Rabbal Alamin. Andaj, t'i gëzohemi adhurimeve tona, e atë ditë ku do ta shohim Zotin ton te bareke ve teala, ai gëzimi më i madh, ashtu siç tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, besimtari ka dy gëzime. Njëra është kurban iftar, dhe tjetra është kur të takojnë Zotin Xhel Xhelalu. Lutim Zotin e Madh që Allah të na prit me të mira, na prit me nder sikur që kemi këtë Bajram. Andaj kjo është kuptimi të ndëruar xhamat i datave të jetës tonë. Datat e jetës tonë marrin kuptim kur ti i ban ato çfarë? I ban me domethënie fetare. Kur ti lidh ato me Zot, kur ti ato i lidh me pejgamber, me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kjo është mesazhi i dytë i Bajramit. Para pri datave me adhurime, priti datat me adhurime, priti ditët e Zotit Xhel Xhelal, për të cilat tha Allahu subhanahu wa taala ayyamullah, ditët e Allahut. Këto bëhen të Allahut nëse ti je me Allahun. Dhe e treta të ndëruar xhamat, në ditën e Bajramit ne gëzohemi dhe kemi obligim mu gëzohe. Dhe vetëm ditë ku janë haram me agjërue janë ditët e Bajramit. Krejt ditët e vitit mundesh mi agjërue, qof nafile, qof kur o farz. Përveç ditën e Bajramit, harama me ninu. Pse haram me ninu të ndërum xhamat? Sepse Zoti e ka bë detyrë gëzimin. Edhe nëse të ka vdek dikush, edhe nëse ke psue smuje, për Bajram e ki obligim mu gëzue. Allahu Xhel Xhelal e ka bëhe. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, këto ditë janë ditë të gëzimit. Dhe në Kurban Bajram çfarë ka thënë? Këto ditë janë ditë të hajës dhe pijës dhe tekbirit, për të na treguar Zoti i Madh Xhel Xhelalu diçka. Të ndëruar xhamat, se muslimani mërzitet kur e ka përcen dhe e kalon muajin e Ramazanit. Dhe mërzitet, muslimani mërzitet se ka qenë tjetër atmosferë, tjetër klim, tjetër ngjyrë, tjetër diçka tjetër. Dhe tani mo pisot e andaj o këtë diçka tjetër. Shejtan janë të zgjidh. Dera e xhenetit është mshel. Apo nefsi jon merr përpara, egoja merr përpara. Dhe shumë prej gjërave të sa kanë qenë Ramazan nuk janë më. Dhe për shkak se kjo shkakton mërzitje na, Allah e ka obligu gëzimin për me na e balancue emocionin ton. Kjo nuk është problemi i agjërimit të ndërum xhamat. Bajrami nuk është problemi i agjërimit. Dhe hasha wa kella, i madh është Allahu që shpërblimin e një muj ditëve me na e ba, një ditë
bajram. Jo, por e ka bërë bajram sa për ta balancuar në emocionin e jetës kësaj bote dhe tjetra, për të na treguar se o ju musliman, në këtë dunja shpërblimet janë simbolike. Në ahiret shpërblimet janë hakikat. Këtu në dunja të ndërum xhamat janë simbolike. A nuk e shif se njeriu kur plakët, këtë knacit i ka simbolike. Ç'është simbolike? Ma shumë knaqet me nipat e vet plaki se sa me të vetat. A blen tesha për veti për bajram? Jo, po i thot nipave bleju, djemve bleju. Se ma knacit kalojnë taj simbolike. Aje kupton se kjo dunja është vetë simbol, a realiteti jo në ahiret. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë për ajeteve çfarë thot? Ju pedoni këtë dunja, ama atja e vërteta. Andaj në këtë bajram të ndërum xhamat, le t'i gëzohemi çfarë? Simbolikës së adhurimit 30 ditë, duke shpresue shpërblimin të Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Men sama Ramadhane imanan wa ihtisaban. Ai i cili agjeron Ramazanin me iman dhe të e bë kalkulimin llogaria në ahiret. Jo këtu, na këtu s'kena, na këtu s'marrim shpërblimet të ndërum xhamat. Këto kit gjithçka sa për me kapërci këtë dunja. Gëzohemi pak, po e dim që vijnë ditët e tjera. Andaj, le të jenë këto ditë të bajramit të ndëruar xhamat, ditë të gëzimit për neve, të mundohemi të gëzojmë familjet tona, të gëzojmë evladët tonë, të gëzojmë jetimat e muslimanëve, të buzëqeshim muslimanëve, cilëmi mirë me muslimanët, me shpresë që Allahu subhanahu wa taala për shkak lumturisë dhe shkaktimit të lumturisë që e ke bërë të tjerët, Allahu më na bë të lumtur në ahiret. E lutim Zotin e Madh në këtë ditë të bajramit, pas namazit të bajramit, pas një muaj agjërim, Allahu na mundson që të jemi për besimtarëve të vërtetë ya Rabbal Alamin. Allahu t'i mbush zemrat tona me iman, Allahu t'i mbush zemrat tona me islam, Allahu t'i ban trupat tona dhe mendjet tona dhe shpirtat tona që t'i dorëzohen në Rabbul Alaminit. E lutim Zotin e Madh në këtë ditë bajrami, ditë të madhe, ditë xumaje, Allahu kudo që janë muslimanët në përbot lindje dhe përëndim, Allahu të fut gëzimin në zemrat e tyre. E sidomos për vëllezërit tonë musliman, jetimat e muslimanëve, të vejat e muslimanëve, të doptit e muslimanëve në për luftra dhe për siklete, Allahu t'i gëzon në këtë ditë me fitore ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që çdo kusur dhe gabim dhe të mëkat që e kemi bë, Allahu ta mëshiron dhe të na e fal ya Rabbal Alamin. E çdo punë të mirë që e kemi bë për hir të Zotit xhelle xhelalu, Allahu t'i pastron zemrat tona dhe sinqeritetet tona. Lutim Zotin e Madh që veprat tona të jenë vetëm për hir të Zotit, vetëm për hir të kënaqësisë së Tina, vetëm për rizallakun e Tina. Lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu gëzimin ta fut në çdo shtëpi të muslimanëve, në çdo shtëpi të besimtarëve. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që të përjetojmë shumë bajrama dhe shumë Ramazana duke qenë me iman dhe me shëndet dhe me siguri dhe në mbrojtje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ورمضاننا وجميع طاعاتنا يا رب العالمين اللهم فاغفر لنا زلاتنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا دقها وجلها علانيتها وسرها يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمتك اللهم فاغفر لنا بمغفرتك اللهم فاعف عنا بعفوك يا كريم اللهم جد علينا وعلى المسلمين برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في عيدنا هذا أن تفرح قلوب المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين اللهم كن مع المسلمين
أينما كانوا يا رب العالمين، خاصة إخواننا المستضعفين، خاصة إخواننا المأسورين يا رب العالمين. كن معهم، آنس غربتهم، أفرح قلوبهم وأطفالهم يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.